والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahun, Zotin e gjithësisë, e adhurojmë, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, shpëtim, udhëzim kërkojmë. Salavatet tona më të mirat, më të bukurat, më të plotat Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij të pastër, shokëve të Tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata që rrugën e Tij kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin, dërgojmë. Të nderuar vëllezër besimtar, I dashmi ynë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ka fol me fjalë të pakta, mirë pa me kuptime të gjëra dhe të mëdhaja. Në një prej atyre thënieve të Tij sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Ni'matani maghbunun kathirun minan nas. Ni'matan janë dy mirësi të Allahut. Maghbunun fihima, zhgënjehen në këto dy, kathirun minan nas, shumica e njerëzve. Pra, mund të paramendoni numri I njerëzimit mbi rrezullin tokësor, pra 2 shekujve ka qenë vetëm 1 miliard. Shumica në atë kohë nuk ja kanë ditë vlerën këtyre 2 gjërave. Shumica. Tash në kohën tonë 8 miliard e 300 milion njerëz. Shumica e këtyre nuk ja din vlerën këtyre 2 gjërave. Çka janë këta 2 gjëra të vlezër? As-sihhatu, shëndeti, jeton njeriu ndoshta me muaj, ndoshta me vite nuk shkon në spital me flet një natë dhe nuk ja din vlerën. Pa edhe në shtëpinë e tij të gjithë janë të shëndoshë, të mirë, nuk ja din vlerën. Dhe e dyta që shumica e njerëzve po ashtu nuk ja din vlerën, është al-faraq, koha e lirë. Është liria, jesh I lirë, kish kohë. Kesh mundësi që të lëvizish ku do me shku, kur do të shkojsh edhe kur do të kthehesh. Të nderuar vëllezër, muaji që jemi neve këtu, tash sipas kalendarit hijri është muaji Muharram, muaji që I përkujton njerëzit për këtë mirësinë e madhe, begatinë e madhe të lirisë. Dhe një realitet të vëllezër, lirisë nuk ja din vlerën përveç se ata që kanë qenë të rrugë. Vlerën e vërtet të lirisë nuk e din përveç se ata që kanë shiju se çka do të thonë me pas mbi kokë një zullumqtar, një mizor, një pushtetar të padrejtë. Të nderuar vëllezër, ky është muaji Muharram, është muaj, njëri prej muajve 4 të shenjtë që Allahu Azza wa Jalla ka bë të shenjtë. Është një muaj që është I përplot me ndodhi historike. Ndoshta juve para disa ditëve edhe ju e keni pa se si në këtë muaj për çdo vit bëhet ndryshimi I mbulesës së Ka'bes, el-Kiswa. Për çdo vit në fillimin e muajit Muharram, vitit të ri hijri, bëhet ndryshimi I mbulesës së Ka'bes. Është një ceremoni madhështore që prezantojnë të gjithë njerëzit pushtetarët më të mëdhej me prezantu me e pa se si bëhet ndryshimi I mbulesës së Ka'bes. Të nderuar vëllezër, në historinë e profetëve, në historinë më të mirë të njerëzimit, po ashtu ceket se ka ndodhur si në këtë muaj ndodhi të mëdhaja. Prej atyre ndodhive që I kanë cek në për libra historianët, është se në muajin Muharram Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka pranu Ademit a.s. pendimin. Po ashtu thuhet se në muajin Muharram Allahu subhanahu wa ta'ala e ka shpëtu Nuhin a.s. së bashku me besimtarët që kanë qenë në anije, që sipas dietarëve Ademi a.s. është babai I pari njerëzimit, kurse babai I dytë I njerëzimit është Nuhi a.s. Po ashtu prej ndodhive që ceke që ka ndodhur në këtë muaj është ngritja e Idrisit a.s.
Allahu Azza wa Jall e ka cek në Kur'anin famulart se ky profet është ngrit dhe ka ndru jetë në qiellin e 4 dhe atje e ka trupin e tij. Po ashtu si në këtë muaj Allahu Azza wa Jall e ka shpëtu Ibrahimin alayhis salam prej mbretit mizor që ka qenë në Irak. Po ashtu prej gjërave që ceken që ka ndodhur sikurse në këtë muaj është bashkimi i Jakubit alayhis salam me të birin e tij Jusufin alayhis salam pas 40 viteve. 40 vite nuk janë taku bab e bir, thuhet se takimi ka qenë në muajin Muharram. Po ashtu prej gjërave që kanë cek historianët është shërimi i Ejubit alayhis salam që ka vuajt prej një smundje 18 vite. Me vite s'ka dal jashtë, nuk i ka taku shoqnin. Me vite thuhet që në muajin Muharram po ashtu është shëru Ejubi alayhis salam. Po ashtu prej gjërave që ceken është shpëtimi i Junusit alayhis salam që doli nga barku i peshkut. Dhe ceket po ashtu lindja dhe ngritja e Isaut alayhis salam në qiell. Por ndodhia më e madhe që ceket në historinë e profetëve është ajo ndodhi të cilën në detaje e ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është shpëtimin, çlirimi i Musaut alayhis salam dhe popullit të tij nga zullumi i Firaunit. Vëllezër, sa me fol, sa me sqaru, nuk do të kemi mundësi me i pas që ata ndjenjat e Musaut alayhis salam dhe besimtarve që kanë qenë kohën e tij prej zullumit që e kanë vuajt 40 vite. Ka për tefsira ka ardhur vëllezër 40 vite ka zgjat zullumi i Firaunit për urtësi që e ka ditë vetëm Allahu subhanahu wa taala, për ndoshta edhe me ju dhon mend, edhe me ju dhon udhëzim, ndriçim njerëzimit që nuk ka ndonjë zullum që zgjat më shumë se 40 vite. Subhanallah, vin një pushtetar, zullumqar, nuk shkon 40 vite përveç se i vjen fundi atij. Ti ka ardhur edhe Firaunit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar në detaje sahabëve të tij atë ndodhi të madhe që ka ndodhur. Po edhe Kur'ani famulart, edhe fjalët se çka i kanë thonë në atë ditë i ka cek. Kur i kanë thonë Musaut alayhis salam, shkum, marum, se detin e kanë pas para dhe ushtria është nis prej atje ma shumë se 1 milion ushtar, ndjekjen e kujt besimtarve, të cilët kanë qenë me fëmijë, me gra, me pleq, jo të armatosur. Por i vetmi Musa alayhis salam ka thonë, kella, asesi, nuk do të ndodh që të na arrestojnë. Inna ma'iya rabbi, nga se unë me veti e kam Zotin tim. Edhe ka ndodh ajo mrekullie e madhe që Allahu subhanahu wa taala ja bën besimtarit dhe besimtares në momentin kur është më i dopt me i tregu se nuk je vetë. Nuk je i vetëm, e ke Zotin me veti. Allahu subhanahu wa taala e ka qajtë detin e kuq, ka kalu Musa alayhis salam me besimtarët dhe besimtarët, kurse është fundos Firauni. Edhe çka është interesant vëllezër, se nuk ka mbet asnjë shenjë të atyre ushtarëve, të armëve që i kanë pas, të mjeteve të transportit, asnjë sen nuk ka mbet, përveç se një sen që ka mbet trupi i Firaunit pa prish në ujë. A mund ta paramendoni vëllezër në cilin ujë? Në detin e kuq, një ujë që është i kryp që me kalimin e kohës për një kohë shkurt i copton çdo mish, çdo gjallësë që mbetet në atë ujë. Ka mbet trupi i Firaunit, Allahu azza wa jalla ka cek edhe këtë në Kur'an, detajojmë thot trupin tënd i bret. Për mërmor njerëzit i bret, shembull për të keq zullumqarët, se si është përfundimi i zullumqarëve. Ceket e para disa dekateve e kanë sjell trupin e Firaunit në Evropë. Firauni i gjallë s'ka ardhur në Evropë. Por të vdekur e kanë pru në Evropë. Edhe në rastin kur e kanë zbrit prej aeroplani, e kanë bu një pritje madhështore. Dhe e kanë pru trupin e Firaunit me bë analiza se kush pas ka qenë ki. Njëri prej atyre 4 mjekëve
i cili e ka pas për detyrë me ju afru dhe me analizu trupin e Firaunit, me bo një studim, ka ardhur në përfundim dhe ka thonë kështu, pasi që ka ndarë prej asaj dhomës të studimi që e ka bo, thot ky trup nuk e ka pas një vdekje të rëndomt normale, por dikush thot e ka përmbyt, dikush e ka mbyt në ujë. I kanë thonë kolegët, po që se ti e thu këtë gjë para opinionit, ti thët ju ki ndihmu muslimanve, për aq ka thujnë ata, thët e kanë bajt më shefët ma shumë se 30 vite këtë dhënë shkencore. Pas 30 viteve thët kam qenë me një seminar të madh me mjekët dhe në mesin e atyre ka pas mjek musliman, i kam pyet ata, kam thonë, çka thot feja juaj për rastin e Firaunit? Ata thot nuk më kanë dhënë përgjigje asnjë, vetëm ma kanë pruni Kur'an me përkthim. Thot kur e kam lexuar përkthimin, thot që kjo ka qenë për mua që me pranu Islamin, se si e ka përshkruajt Zoti përmbysjen e Firaunit, mbytjen e Firaunit në detin e Kuq, në atë ditë kur janë çliru muslimanët prej zullumit të tij. Të nderuar vëllezër, Abdullah ibn Mesudi ka tregu se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësu edhe thonjen, lutjen e Musaut alayhis salam në atë ditë madhështore, ditën e çlirimit. Një ditë thot, na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni t'ju mësoj fjalët që i ka thënë Musau alayhis salam kur kaloi detin me Beni Israilitet, masi u çlirun, masi u rahatun. Thot Abdullah ibn Mesudi i tham, po i dërguari i Allahut. Atëherë tha, thuani. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash do të them sonja këtë lutjen. Allahumma lakal hamd, o Allah, ty të takon lavdia, wa ilayka al-mushtaka, wa ilayka al-mushtaka, ty të drejtohemi me ankesat tona. Wa anta al-musta'an, dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim, dhe nuk ka forcë, as fuqi, përveç se fuqinë dhe forcën që ta jep Allahu i lartësuar dhe i madhërisëm. Tha Abdullah ibn Mesudi, e kur e dëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që na mësoi këto lutje, këto fjalë dhe këtë lutje, nuk i kam lënë kur pa i thonë. Domethënë e kam thënë një lutje shkurt prej kujt? Prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas ka qenë lutje e kujt? Lutje e Musaut alayhis salam. Domethënë e ka thonë Musau alayhis salam, e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Abdullah ibn Mesudi thot kur nuk e kam lënë. Nxënës e atij Shaqiku kur i kanë dëgju, thot edhe unë thot ti kur e kam dëgju prej hoxhës tem Abdullah ibn Mesudit, kur nuk i kam lënë. Pas atij al-A'mash, thot që kur i kam dëgju thot hoxhën tem që na ka tregu se kush e pas ka thonë këtë lutje, edhe unë kur nuk e kam lënë. Pastaj thot, kur e kam bo këtë lutje, thot shpesh, më ka ardhur dikush në ëndër dhe më kanë thonë, o Sulejman, shtoja saj lutje edhe këta fjalë, wa nasta'inuka ala fasadin fina, o Zot, kërkojmë ndihmën tënde kundër prishjes që ka brenda nesh, wa nas'aluka salaha amrina kullah, dhe të lusim që të na përmesosh çështjen tonë të gjithë. Pas lësh diçka në dorën tonë që ne të presim zgjidhje prej njëri tjetrit. Hadithin e kanë transmetuar Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala, al-Mu'jam as-Saghir, dhe dietarët kanë thënë se hadithi, pra lutja është një lutje e vërtetë. Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm me fjalët e tij, po edhe me veprat e tij është të mundu që këtë ditë me veçu prej ditëve tjerë me sahabët e tij, me çka? Me agjërim. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, nuk e kam parë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të përpiqet për të agjëruar ndonjë ditë të veçantë më shumë se sa këtë ditë. Ajo është dita e 10 Ashura të këtij muaji, që vjen në ditën e enjte, në enjten e ardhshme është dita e Ashuras. A mund të paramendoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka agjëruar këtë ditë dhe i kanë nxit familjarët e tij, i kanë nxit shokët e tij, sahabët e tij, por na kanë nxit edhe neve që të agjërojmë atë ditë madhështore. Në një hadith tjetër,
thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjërimi më i vërtetshëm, më i frytshëm, më i dobishëm pas muajit të Ramazanit është agjërimi i muajit Muharram, i cili është muaji i Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Musa alayhis salam ka agjëruar si shenjë falënderimi atë ditë, ta ka qenë gjallë, e ka agjëruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Imami i Qabes, Imam Dawsari, thot se agjërimi i këtij muaji ose ditës së 10 të Ashuras është në 3 nivele. Niveli më i lartë i agjërimit të ditës së Ashuras është me agjëru 3 ditë. Është me agjëru ditën e 9, që e bjen ditën e markur, me agjëru ditën e 9, ditën e Ashuras dhe ditën e 11, ditën e premte. Për ata të cilët nuk kanë mundësi agjërimin më të mirë me agjëru, atëherë le të agjërojnë një agjërim që e rekomandojnë po ashtu dietarët, është agjërimi i 2 ditëve, ditës së 9, që i bin ditën e markur dhe ditën e 10, pra ditën e 9. Kurse niveli më i ulët e agjërimit është që atë të agjërohet vetëm dita e 9. Të nderuar vëllezër, e di se janë ditët e nxehta për agjërim, edhe me punë, për besoni vëllezër, në Arabi ditët janë ende më të nxehta. Derisa kur e kam pyet njërin prej dietarëve, kanë thonë, si është temperatura, ka thonë tek ju, cilët janë muajt më të nxehta, ka thonë te ju atje në Arabi në Mekë, ka thonë ne, ka thonë ditët më të nxehta, ka thonë gjithmonë e kimi. Derisa ka thonë te ne, ka thonë vera 13 muaj, jo 12 muaj, 13 muaj. Po që se tash i shifni se sa janë temperaturat, po që se këtu janë dikundi 40, nëse kanë mëri, dinja sigur se atje janë 50. Ama me gjitha te, përsëri ata të cilët ja kanë dronë ditëve më të nxehta që vinë para neve, ditës Kiametit, japin mund edhe agjirojnë edhe këta ditët e veçanta dhe të vlefshme. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na mundson, të na ndihmon agjërimin e ditës së Ashuras ashtu si është më e mira. Qultu ma qad sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه. Të nderuar vëllezër, prej emrave që më herët i ka pas ky muaj Muharram, kanë thonë Al-Mu'tamar Al-Haram, ose muaj Al-Mu'tamar. E kanë quajtur si muaj i vendim marrjes dhe konsultimit. Mas shumë të arabët para islamit që kanë marrë vendime ka qenë ky muaj Muharram. Se kanë ndodhur ndryshime të mëdha, bile Imam Muhammad ibn Sa'd në librin e tij At-Tabaqat ka cekur se edhe ndodhia që ka ardhur brehaja me shkatru Qaben ka ndodhur sikurse në këtë muaj. Pas kësaj ndodhis të madhe, janë të hubuar njerëzit, janë konsultuar se çka të bëjmë në ardhmëri për sigurimin e Qabes e kështu me radhë. Por ajo që duhet neve në këtë ummet me i ditë janë 2 gjëra të rëndësishme. Gjëja e parë vëllezër është fillimi i takvimit kalendarit hijri. Që ne si musliman duhet ta dimë se e kemi një kalendar hijri, me të cilën kalendar jemi të obliguar të agjërojmë, të japim zakatin, të bëjmë haxhin, po ashtu prej neve kërkohet që kur të marrim datat dhe shënimet e shitblerjeve, po ashtu që ta kemi këtë parasysh vëllezër. Dhe kështu kanë vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij dhe muslimanët me shekuj të tërë kanë punuar me takvimin hijri. Ka të thotë se ajo është identiteti ynë. Çështja e dytë vëllezër, që po ashtu neve na takon që ta dim, është sikur se në këtë muaj Muharram ka ndodhur ndryshimi i kibles. Muslimanët muaj të tërë janë fal ka Beitul Maqdis. Në muajin Muharram, po në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, për herë të parë janë obliguar muslimanë që të kthehen dhe namazin e tyre ta bëjnë pa Qabja. Lusim Allahun subhanahu wa taala
që të na bekon, të na udhëzon, ymrin hajër të na shton. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të smurit ton Allahu t'i shëron, rinin ton Allahu t'i udhëzon, të burgosirit ton Allahu t'i shtiron, ata të cilët kanë borxhe Allahu i pasuron që borxhet e atyre t'i paguajnë. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të vdekurit ton në varre Allahu t'i mëshiron, varin e tyre bafqe prej bafqeve të xhenetit t'u bën. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Të nderuar besimtar, me të vërtet Allahu i madhërisëm urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe mirësinë ndaj të afërmve dhe ndalon nga çdo punë të keqe dhe të neveritur dhe ndalon nga çdo lloj padrejtësie. Kështu Allahu neve na përkujton që mësim të marrim wa aqimus salah.